Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, ma Krishtin ja kemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komedi e shkrimi i shenjtë jemi datën 25 gusht. Dhe në këtë datë ne lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 14 deri në vargun 19, ta lexojmë dhe ta interpretojmë sipas hetërve. Ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majë të marit nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk dizë një qeri për ta vënë në babon, për ta vënë mbi shandan, që të u bëj dritë gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrisë drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Mos mendoni se unë erdha për ta shfrytzuar ligjin ose profet, nuk erdha për t'i shfrytzuar, po për t'i plotësuar. Sepse në vërtetë po them derisa qielli dhe toka të kalojnë asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se plotësojnë gjithçka. Ai pra që do shkel një nga këto urdhrime më të vogla dhe do të ketë mësuar kështu njerëzit do të quhet më i vogël në mbretërinë e qiellive, kurse ai që do t'i vëjë në praktik dhe do t'i mësojë të tjerëve do të quhet i madh në mbretërinë e qiellive. Pra, kjo është fjala që Krishti tha dhe na gjendet tek Ungjilli sipas Mateut. Fillojmë me vargun e parë. Krishti thotë ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet. Shënjango arti thekson se Krishti nuk thotë vetëm ju keni dritë, por ju jeni drita. Kjo nuk do të thotë se njeriu është burim dritës siç është Perëndia, sepse vetëm Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë burimi i dritës. Por Krishti, duke u bërë njeri, duke marrë natyrën njerëzore, ai energjizon natyrën njerëzore në veten e tij, dhe të gjithë ata që bashkohen me Krishtin nëpërmjet misterëve të kishës, dhe ata marrin dritë prej dritës hyjnore të Krishtit. Dhe kështu të krishterët janë si llampa që e marrin dritën prej filamentit ose si themi prej Krishtit që është brenda tyre. Qyteti mbi mal nuk mund të fshihet, o Zoti. Pra, jeta e një krishtere nuk është diçka që duhet mbajtur sekret ose brenda vetes së vet, por besimi duhet bëhet i dukshëm në mënyrën se si ne e jetojmë atë. Për herë të bota këtu është pikërisht ajo hapësirë ku nxënësit e Krishtit vendosen për të bërë dëshmi me vepra dhe me fjalë. Pra, të jesh dritë nuk do të thotë të predikosh vazhdimisht, pra të thuash vetëm fjalë, do të thotë që në punë, në familje, në shoqëri, në çdo rrethan, njerëzit mund të shohin Krishtin tek neve. Pra të shikojnë drejtësinë, durimin, mëshirën, pastërtinë, tolerancën, faljen dhe të vërtetën. Jemi në vargun 15. Po ashtu nuk dizet një qeri për ta vënë nën babun, po për ta vënë mbi shandan dhe t'ju bëjë dritë gjithë atyre që janë në shtëpi. Pra, qeriu ka qëllim të ndriçojë një dhomë të errët dhe nuk dizet për t'u vënë në një vend të fshehur ose për të vënë diçka mbi qeriun. Siç për shembull babuni. Çfarë ishte babuni? Për ata njerëz që nuk e dinë, është një mas si një lloj ene, si një tas që përdoret për të matur për shembull një ok miell ose një ok mjesër ose diçka tjetër. Shënjangu i arti i lidhte me përgjegjësinë që ka një krishter. Perëndia nuk na jep hir vetëm për shpëtimin ton personal, por nëpërmjet nesh të ndihmojë të tjerë. Prandaj nuk mund thotë dikush që unë kam besimin vetëm për vete. Ne patjetër nga mënyra se si e jetojmë dhe përçojmë besimin ndikojmë tek tjerët. Këtu ka dhe një paralajmërim kundër një fe të fshehur vetëm me fjalë, pra thjesht retorik. Nëse besimi nuk ndikon në mënyrën se si sillesh me të afërmit, duke filluar që nga marrëdhëniet familjare, prindër, fëmijë ose bashkëshort me njëri tjetrin dhe të tjerë, pastaj vazhdojmë në marrëdhënie shoqërore, kolegë, me fëmijë, miq e tjerë, atëherë drita ende nuk është vendosur mbi shandan. Pra, neve nuk jemi duke jetuar si të krishterë. Por aq më keq dritën e kemi mbuluar me babun, pra me këtë tasin, që do të thotë që neve kemi vënë më përpara prioritet gjërat e tregtisë, gjërat materiale, gjërat e botës sesa të besimit. Dhe mund të themi që besimin mund ta mbajmë vetëm në mënyrë ceremoniale, ku shkojmë kish, në një shërbes, por pastaj në jetë jetojmë si njerëz të botës. Kjo do thotë se ne nuk kemi besim, ne nuk ndriçojmë dritën e besimit. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 16. Ashtu le ndriçoj drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Pra, ky është një varg shumë i rëndësishëm, sepse Zoti Krisht thotë pse duhet na ndriçoj drita ose të ndriçoj drita jon tek të tjerët.
që njerëzit, pra ata që janë rreth nesh, të shikojnë veprat e mira tona dhe jo të na lavdërojnë ne, po të lavdërojnë Atin në qiell, Perëndin. Pra nuk është qëllimi i admirimit ton personal. Qëllimi është nëpërmjet meje, teje, si të krishterë, të shohin të tjerët Perëndin që nuk mund ta shikojnë dot. Etët e kishë parlemërin këtu kundër kotësisë shpirtërore. Mund të bësh edhe një vepër të mirë, po nëse e bën për lavdim personale, drita është e përzierë me errësirën ose si ajo drita nën babun, që kërkon drejtësinë vetëm për vetveten dhe jo për të tjerët. Prandaj duhet të pyesim veten para se të bëjmë një vepër të mirë. Pse bëj këtë? A dua që njerëzit të shohin Krishtin nëpërmjet kësaj vepre, apo dua të më shohin mua dhe të më admirojnë? Ky është një dallim shumë i thellë dhe duhet t'ia bëjmë gjithmonë vetes, sepse shpesh ngatrohemi, sidomos flasim për ata që shërbejnë në institucion, si klerik e laik, por jo vetëm këta, që mund të bëjmë vepra, madje edhe sakrifica, po kërkojmë lëvdata, medalje, lajke për veten tonë dhe jo për lavdin e Perëndis. Vazhdojmë në vargun 17 ku na thuhet: mos mendoni se unë erdha për të shfrytzuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfrytzuar, por për t'i plotësuar. Pra, këtu Krishti korrigjon një keq kuptim të madh, sepse ai ishte akuzuar se ishte shkelës i ligjit, për shembull nuk e respektonte shtunën ose disa tradita që kishin vënë drejt. Por ai nuk erdhi për të na thënë se gjithçka që Perëndia kishte zbuluar në dhjetën e vjetër ishte e pavlefshme. Ai erdhi që ta përmbush. Pra Krishti nuk erdhi të bëjë një retorik, duke thënë, po, juve izraelitët nuk e përmbushin ligjin. Krishti e përmbushi ligjin. Askush nga njerëzit përpara Krishtit nuk kishte përmbushur ligjin. Vetëm Krishti e përmbushi ligjin. Shën Agustini e shpreh këtë me idenë e fashme se dhjata e vjetër është fshehur në të renë dhe e reja është zbuluar në të vjetrën. Krishti e çon ligjin në plotësinë e tij. Nuk mjafton vetëm të mos vrasësh, por ai përsëris sqaron se edhe të zemërohesh pa shkak me të afërmin tënd ti ke bërë një vrasje, ose nuk mjafton vetëm të thyesh kurorën, por edhe nëse shikon me dëshirim gruan e të afërmit ti ke thyer kurorën në zemrën tënde. Pra, Krishti kërkon në zemrën e njerit. Aty pra fillojnë të gjitha motivet që pastaj përkthehen në veprime. Krishterimi nuk është thjesht një listë, bëje këtë dhe mos e bëj këtë. Krishti kërkon transformimin e brendshëm të njeriu në thelbin e tij, në zemrën e tij, pra në shpirtin e tij. Dhe vazhdojmë ne jemi në vargun 18, sepse në të vërtetë ju them, derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se plotësohet gjithçka. Jota ishte një nga shenjat më të vogla në alfabetin hebraik, si një lloj pike mund të themi. Krishti përdor një shprehje shumë të fortë. As detaj më i vogël i qëllimit Perëndis nuk është i parëndësishëm, edhe në shkrimin e shenjtë. Shkrimi i shenjtë është i frymëzuar nga Perëndia dhe njerëz të shenjtë folën të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë. Prandaj, asgjë në shkrimin e shenjtë nuk është diçka e rastësishme. Kjo nuk do të thotë se çdo rregull ceremonial i Izraelit vazhdon të zbatohet mekanikisht edhe nga të krishterët. Ka disa rite, tradita, ceremoni që neve si krishterë nuk i zbatojmë më ashtu siç kishte në ligj, sepse Krishti i përmbushi dhe na dha një mënyrë tjetër. Pra kemi një dhjetë të re. Por përmbushja e ligjit ndodhi në Krishtin, që do të thotë se fjala e Perëndis nuk mund të trajtohet sipas dëshirës sonë. Ato që ka thënë Perëndia ne duhet i bëjmë. Dhe themi këtë bëj, këtë nuk e bëj. Shën Jeronimi e lidh këtë me qëndrueshmërinë dhe autoritetin e shkrimit. Pra, shkrimi ka autoritet. Duhet kemi kujdes nga tundimi modern i kohës sotme, kur e shikojmë shkrimin në mënyrë kritike, pra mësojmë nga ana e kritikës, nga kundërshtimi që të mësojmë të vërtetën. Kjo është një teori moderne sot e të shkolluarit, por që nuk është e saktë. Sepse ne duhet bëjmë bindje të shkrimi, edhe jo të kritikojmë shkrimin, ose ta shikojmë në një frymë, si them, dyshuese dhe të tundim themelet që janë vendosur në krishterim që nga shekujt e parë. Dishepulli nuk e zgjedh Krishtin sipas preferencave të veta. Ai lejon që Krishti ta ndryshojë atë, dhe Krishti e ndryshon njeriu me fjalën e tij. Si thot, fjala që unë fola, ajo do t'ju gjykoj. Jemi në vargun 19. Ai pra që do të shkel një nga këto urdhime më të vogla, do të ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiellit. Kurse ai që do t'i vënë në praktikë do të mësojë të tjerëve, do të quhet më i madhi në mbretërinë e qiellit. Pra Krishti këtu bashkon dy gjëra.
do me thënë të bërë të mësosh. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mjafton të dish shumë mirë Biblën, ta mësosh për mënç ose të predikosh dhe bukur. Çështja është ta dëshmosh atë me jetë. Nuk mjafton të thuash unë jetoj mirë në kuptimin biblik, por pastaj u mëson të tjerëve një ungjilл të ndryshuar për shkak të mënyrës së të jetesës. Shënjani Gojarti është veçanërisht i fortë dhe këmbgulës në këtë pikë. Mësuesi duhet të jetë dëshmimtar me jetën e tij të asaj që mëson. Prandaj Krishti vendos një rend: beso, jeto, mëso, dëshmo. Dhe jo mëso të tjerët, por mos zbato vetë. Tregon një ngjarje se si një predikues ishte duke folur fjalën e Zotit, pra që t'i ndajmë ato që kemi me të tjerë, me që janë në nevojë, dhe ajo gruaja e tij, mbasi e dëgjoi, mori çadrën e predikuesit dhe ata një besimtar sepse po binte shi. Kur predikuesi mbaroi dhe takoi gruan e tij, thotë: "Ku e ke çadrën?" Dhe ajo i tha: "A the ti që do ta ndaj me të tjerët, sepse kështu thot Zoti, dhe unë ja dhash dikujt tjetër." "Po jo me grua, ato janë fjalë për të tjerët e jo për neve." Pra, i themi këtë sepse ndonjëherë ndodh, është ky paradoksi që të tjera themi dhe të tjera bëjmë. Prandaj këto fjalë që thot Krishti janë fjalë aktuale për neve sot, në çdo kohë, dhe mund t'i përmbledhim. Krishti na thot: jeni drita e botës, dhe kjo është përgjithësi, sidomos ne krishterë ortodoks, kemi besimin e pastër, të kulluar, të vërtet, pa devijuar majtës djatës, por nuk mjafton vetëm ortodoksi në, si themi, në doktrinë, por dhe ortopraksi në mënyrën e jetesës, pra të besojmë drejt dhe të jetojmë drejt. Veprat e mira që ne bëjmë duhet çojë njerëzit tek Perëndia dhe jo te egoja jon. Nëse bën të mirën vetëm që të lavdërojnë, ke humbur qëllimin e vargut që thotë Zoti, që të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Dhe mos ta zvoglojmë ungjillin për t'u përshtatur kohës dhe njerëzve. Kulturat ndryshojnë, opinionet ndryshojnë, po Krishti nuk është më pak i vërtet ose ka dhënë të tjera urdhra për këtë kohë. Krishti është i njëjti. Prandaj dhe ne duhet të themi fjalën e Zotit ashtu si ka thënë Krishti dhe duhet ta jetojmë atë në çdo kohë, në çdo kulturë. Pra, nuk duhet bëhemi vetëm dëgjues të fjalës, por dhe bërës të fjalës. Besimi që nuk shndrohet në jetë mbetet vetëm një informacion fetar. Kështu pra duhet ta kuptojmë këtë fjalë që na tha Zoti, që është aktuale për gjithë besimtarët sot, sepse ai që i zbaton dhe mëson të tjerë do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Pra, në mbretërinë e qiejve nuk shkojmë vetëm nga ana e doktrinës, por shkojmë edhe nga ana e veprave. Dhe kur këto të dyja gëshetohen, atëherë një lavdi e madhe na pret në qiell, sepse këtu kemi shërbyer si dritë që njerëzit, duke parë veprat tona të mira, të lavdërojnë Atin në qiell. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar ne ta kemi në ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.